Urdhro. Alo, doktor. Urdhro. Të përshëndesi, dashur. Rofsh. Dëgjoj, kam 2 pyetje për juve. Pa ti dëgjoj. E para, a është e vërtet ajo shpreha që thuhet një organ që nuk përdoret nuk zhvillohet? Një. Po? Dhe e dyta, a qëndron ajo thënia e famshme që Perëndia mashkullin e gënjen nga syu dhe femrën nga llafet? Po. Organi që nuk punon thahet degeneron, kjo është parim biologjik. Një organ që nuk funksionon, sigurisht që ai do bëhet rudimentar, do të zvoglohet, do të humbasi funksionet e tij. Pra, funksioni e bën organin. Ky është parim biologjik dhe kjo është plotësisht i vërtet. Në qoftë se ato organe që ke nuk i përdor, sigurisht ato do të katandisen në mbeturina.